Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News, në emisionin e përjavshëm nga kalaja ora po shënon diku te 20:05 minuta. Në studio kam një panel që e keni ndjekur edhe në rrjetet sociale, nuk kam pse ndroj, janë njerëz që gjithmonë thonë mendimin e vet. Vujmë për këta njerëz me thënë drejtën në shoqërinë shqiptare. Ju keni drejt bëni një zapping tani me telekomandën dhe shikoni të ftuarit e tjerë në kanalet e tjera. Unë e di që do ktheheni sërish këtu. Po ja jap të luks. Armir Shkurti, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Kastriot Çipi, mirëmbrëma, faleminderit që jeni mua. Faleminderit. Altin Goxhej, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe Andi Tepelena, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faktikisht e kam bledh këtë panel për natën e sotme sepse dje unë përjetova personalisht një leng tronditës. Sepse ish shefja politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, është arrestuar për një skemë mashtrimi. Ajo që dim deri tani është që dëmi është diku te 4.3 milion euro. Sigurisht që ky është një dëm modest në raport me dëmet që ne jemi mësuar dhe ndjekim skandalet në Shqipëri, siç ishte ky rast i fundit, por në këndvështrimin evropian, me sa duket edhe 1 euro po të vjedhësh, ka probleme, sepse vjedhja është vjedhje, nuk ka rëndësi se sa vjedh. Por, në informacionet që unë kam marrë duke diskutuar dhe me kolegë gazetarë që jetojnë në Belgjik, të cilët e ndjekin lajmet mirë, bëhet fjalë edhe për hetime tjera të cilët ende media nuk i ka trajtuar për skema se si zonja në fjalë ka mbështetur politikat e majta, agendën LGBTQ, dhe sigurisht një sër çështje tjera që unë jam i bindur që do dalin në natën e sotme në emision. Sigurisht që kam dhe i temë tjetër, por do ta ruaj për në fund. Pa humbur kohë do doja të merra një koment parë, vetëm një sentencë, pa hyrë në detaje të katërt ftuarve. Të parin duhet pyet zotin Armir Shkurti. Armir, si e pe këtë lajmësirdit të tij, domethënë çfarë lexove dhe si e shikon në këtë moment? Që njeriu është kompleks. Edhe që sistemet e lirive kështu e trajtojnë njeriu dhe punojnë me të. Secili që është në një post apo jo, dhe jepet mundësia për të vjedhur, do vjedhi. Çështja është si reagon sistemi. Zonjën Mogherini e liruan natën, duke u kthyer. Pra mbajtën, i dhanë pasaportën, kryen procedurat dhe ideja që shteti ka plepurin me qerre. Ndërkohë që u kam përshtypjen që ndoshta Altini do ta sqarojë më mirë të çështjen e doktrinës tonë, që ne vazhdojmë me Kadria Zbiun, të fusim mirë brenda, pastaj të qepim dosjen. Edhe varianti i Mogherinit e morën, e pyetën, i komunikuan akuzën, edhe lanë, vazhdoi jetën normalisht. Kurse në Shqipëri të marrin, të fusin burg, dhe pastaj ditën e gjyqit mund dalësh nga burgu se me para burgim ke plotësu ditët e burgut. Por s'do marrësh vesh kur pse kush është akuza? Po. Mund të jetë. Megjithëse një vogël të shkurtër. Po. Jo, me kaq. Kjo ishte Kastriot. Fjala e parë që më kujtua është ajo thënia e të ndirit Pjetër Arpnori, këta nuk janë socialista, këta janë specialista. Kjo ishte zyrtari socialiste, si e tillë ka hyrë në Komisionin Evropian, është ish komuniste. Po. Po edhe kjo është shumë interesante se si komunistët vjedhin. E çojnë punën deri aty sa të vjedhin edhe komunistët. Se s'ka ndodhur ndonjëherë, prandaj e them këtë. Kjo është komuniste e parë që vjedh. Po më duhet të korrigjoj pak për atë shifrën 4 apo 5 milion euro, nuk ka vjedhur aq. 4.5 milion euro është financimi që ka marrë nga BE-ja Kolegji Evropian, që kjo ka fituar tenderin, edhe akuza është që ke pasur informacion nga brenda që të ka dhënë prioritet në raport me konkurrentet e tjerë. Pra, dikush i ka thënë, ai dikush është arrestuar, gjithashtu është marrë në pyetje, një italian tjetër. Parishin 2 të tjerë bashkë me të. Po. I ka thënë që pas disa muajsh ne do kemi një tender për financime europiane në arsim. Nëse ti ke një konvikt gati, fiton garën. Kjo bleu një konvikt gjysmë milioni euro, kjo ndërmarrja e universitetit dhe fitoi garën. Kjo është akuza. Kurse në Shqipëri, besoj do ta sqaroj Andi, bëhet fjalë për shumë më tepër miliona dhe për shumë më tepër shkelje flagrante. Prandaj kam thënë Andi sot, për këtë arsye. Ando, duhet nga ti mendim të parë, si e shikon? Me thënë drejtën nuk u befasova për faktin sepse e kemi ndjekur në Shqipëri bashkë me
Taulant Muku me Ilia Alien dhe Entela Spa i Vogën çështjen kemi ndërtuar, domethënë skema korruptive që është ndërtuar për kampusin evropian. Dhe fatikisht ka një sër shkeljesh kjo i gjithë procedurat e kësaj, domethënë, ku nuk është e parë që nuk janë bërë konsultimi publik që është gjë ABC e gjithë kësaj. Nuk është PDV-ja, domethënë që ka të bëjë me lejen urbanistike, një sër çështje tjera që kanë bëjë me lejen mjedisore, tjerë, dhe mbi gjitha ka një transferim shumë okult, i ka kaluar prona publike, i ka kaluar fondit shqiptar të zhvillimit, domethënë, që nuk është as entitet që ka tagën për të menaxhuar të pronë publike. Dhe mbi gjitha është një problem se këtu janë 17 milionerë të destinuar, të cilat ishin destinuar për universitetin publik shqiptar, dhe për një qokë të Ramës që i bën me këta tipat që... Do t'i marrin shoqja Federika. Do t'i marrin shoqja Federika, 17 milionerë. Pyetje, për cilin vit i referoheni aty? Këtë vit, është bërë para disa muajsh është bërë kjo. Kemi kërkuar delegacionit evropian shpjegime, domethënë kemi kërkuar... Dakor, jo, çështja që Bashkimi Evropian, domethënë, drejtësia ka hapur ndaj Mogherinit. Ku daton si shkelje, cili vit është? Viti 2022. 2022. Atë që po hetohet në Belgjik. Për atë që po hetohet në Belgjik. Atë që po hetohet në Belgjik, se këtu ka filluar pak më vonë 2024. Ju i kërkoni diçka drejtësisë shqiptare në këtë rast? Drejtësia shqiptare normalisht nuk ka reaguar, domethënë ne kemi çuar letër dhe bile Taulant di që ka dërguar letër në SPAK në lidhje. Okej, për këtë doja të sqarohesh. Nuk kemi feedback. Janë dy procese. Altin. Jo, në fakt aty për të shtuar të Taulantit dhe të Andit dhe të Entelës. Këta kanë çuar letra për të marrë informacion. Refuzohet çdo lloj përgjigjie. Nga Komisioni për Shqipërinë. Jo nga Shqipëria po. Refuzohet dhe nga Komisioni Evropian Tiranë dhe nga zyra e tyre. Ka dhe një përgjigje shumë ambigue. S'ka dhënë përgjigje, dhe se ambigue do thotë mos kesh statistika, mos kesh dhëna. Jo, Komisioni Evropian ka dhënë një përgjigje kështu dhe e kemi marrë në shqyrtim letra, po e shqyrtojmë letrën tuaj. Për shqyrtim, po dakord, e ke marrë merdi posta me pak fjalë. Altin, një sentencë fare dhe nga ti se pastaj du ta hap, kam disa pyetje që lidhen dhe me Shqipërinë faktikisht. Si e pe këtë? Unë bëra një search emrin e Mogherinit ke profili im, ke faqja ime. Po. Edhe më doli që në 2017 kisha thënë që kjo po hetohet për korrupsion dhe do përfundoj në 4-2, po këta komunistët e kanë zakon. Po theksova komunistët për faktin se askush nuk fliste në Shqipëri për një Mogherini që ishte thjesht një komuniste. Flistin gjithë Mogherini BE-s. Se këtu shkruaj miti, në atë kohë sidomos ka qenë shumë i madh ai miti tuajve, ndërkohë ishte një antar e Partisë Komuniste Italiane dhe në biografinë e saj, historia e saj është që ka qenë ke grupi reformator, thonjza, që e ktheu Partinë Komuniste Italiane në Partinë e Ylberit dhe Dylberve. Partia Komuniste Italiane ka qenë një parti shumë historike në Itali. Ka bërë luftën e dytë botërore, ka marrë pjesë në pushtet me Bertinin e me këta. Me personalitete shumë të mëdha. Po Bertinin u burë dhe ka qenë personazh. Tani ka qenë kënga e Kotunjas për Italinë me fjalë që kishte citonte Bertinin. Kjo kishte marrë pjesë e grupi që e transformua partinë në Partinë e Ylberit. Ishte një grup këta dhe e shkatruan partinë sepse ke pra kur ti e kthen parti gejsh, do marrësh votat e gejve, s'per më të tjerëve. Dhe ata ishin shumë pak për ta marrë në pushtet, për ta marrë në parlament një parti. Dhe kjo e bëri gjithë karrierën nëpërmjet lobit gej në Itali. U bë krau djath i kryetarit të bashkisë Veltroni, duket se kishte ai Italisë që ishte më i famshëm i gej që ka Italia. I kujt bashkie? Të Romës. Të Romës. Dhe është personazhi, se thosh që vetëm në muajin shkurt i ridoli emri se libri i tij për transseksualizimin e fëmijëve, edukim për fëmijët, dëshëm e fut shkollën në Itali për ndaloj Meloni. Në shkurt këtij viti, 2025. Dhe njerëzit nuk flasin për atë që u arrestuan krah saj, Sanino, i cili është një nga personazhet më gay të njohur atje. Kupton, në lobin italian në Bashkimin Evropian. Është një lobi italian gay që kontrollon parlamentin italian. Atë parlamentin evropian për Italinë, për pjesën e Italisë. Dhe këta tash duke qenë pjesë ndërkombëtare marrin llokmat e tyre. Ku hyn tani Shqipëria dhe Rama në këtë histori, siç e pa shumë. Shqipëria duhet marrë në kontekst më të gjerë. Dhe unë arsyeja pse në 2017 thash kjo është për burr, po s'ka kush ta fusi. Se kishte filluar hetimi për korrupsion, abuzime kështu të mëdha, siç e kanë zakon gjithmonë komunistët që parazitojnë mbi paratë taksapaguesve, se vetë sprovojnë gjë dhe vetëm parazitojnë. Në atë histori unë kuptova që ne i bim gjatë shumë kësaj histori, është më e shkurtër, më e thjeshtë. Vetë Bashkimi Evropian është katastrofa më e madhe e korrupsionit në historinë e botës, pavarësisht reagimit ndaj një shifre kaq të vogël të
të Mogherini sipas nesh. Nuk ka folje më të korruptuar në botë sa ajo. Shqipëria është thjesht një projekcion i shpikur nga ata. Flasim vitet 90. Tender i madh në çdo shtet të Europës, kush do vinte konsull në Shqipëri, kush do vinte diplomat në Shqipëri, që çiste viza. Po ishte minier rari Shqipëria, është një minier rari, sikur vihet kërkoje të fusë lopatën tokë gjeje diamante, gjeje ar. Sepse Shqipëria ka qenë gjithmonë një grop e zezë europiane, ku kanë bërë gjithë parë, dhe kur ti shef një projekt europian në Shqipëri, ti po shef thjesht një korrupsion, ti nuk po shef gjë tjetër. Rasti i Andit që po merret me këtë Universitetin e Tiranës me kampusin universitar, unë i referohem dy aktivistëve, Andrea Bregut dhe Aurel Kujtimit, që kanë zbuluar që pisllëku nuk është vetëm te këto letrat, por ka të bëjë me tendrat se si kontraktorët shqiptarë dhe kontraktorët e huaj marrin pjesë në lojë. Dhe a janë të pastër apo jo kontraktorët shqiptarë, apo kanë histori droge, apo kanë histori krimi. Domethënë ka ca gjëra në këtë histori korrupsioni që është normale në realitetin tonë, po që ati mund të bëjë. Dhe ky mund të ishte një rast i mirë që ngjarja shqiptare e kampusit të gjejë një këndvështrim evropian për të parë gjithë pisticet që kanë për këtë mungesë transparencës të Andit, gjitha këto gjërat e tjera, duke ngacmuar një moment të Mogherinit bashkë me Sanino dhe me këta tjerët, me Edi Ramën e këta nuk diskutohet, me këtë ambasadorin ton gay të BE-s nuk diskutohet, sepse kanë një moment për të bërë zbulime gazetarët e huaj. Për ato që ata i quajnë lajm, se ne nuk i quajmë lajme ca gjëra për shkak se kënë është normal. Për shembull, Armiri dhe Kastroti shpjegojnë një gjë që është minimale në sytë ton, dhe aty të kpusin mes të kapit, po të kapët, më kupton logjikën. Këtu nuk përbën lajm sepse i kemi skandalet nga 50 milionë euro sipër. Po rasti i kësaj, duke qenë se është një çështje edhe shumë politike në BE, mos harroni reagim në Hungarisë, Rusisë dhe shumë vendeve tjera, raport me korrupsionin e BE-s, duke qenë sensitive mund të prodhoj lajm. Dhe unë kam folur me dy aktivistët përkatës se si materialet e tyre të shkojnë tani ke zyra prokurorit se puna është me gjetë dhe ku me e çuese. Për shembull ne para 6 muaj, 8 muaj shumë me Armando Vrushin çuam letër në OSB për korruptimin e pajisjeve, se si që përdor nga sistemi dhe ne s'ta dha kurrë njëri përgjigje, edhe nuk bën as korrigjimet minimale se kështu funksionon institucionet ndërkombëtare në Shqipëri. Unë nuk i besoj këtyre. Po ndaj gazetari që do lajm, ndaj deputeti që do lajm, mund ta ndjej. Qartë, Armir. Do doja të pyesja pak zonja në fjalë, Federica Mogherini, ka marrë pjesë aktive në atë që u quajt rivizatimi kufive të Kosovës. Pra, ka qenë një nga personazhet kryesor, thënë ndryshe për ndarjen e Kosovës. Ata e thanë rivizatim. Unë nuk e di që kufit vizatohen, po janë fituar me gjak në luftë të tjera. Dhe më kujtohet gjithmonë foto e kësaj zonje me Aleksandar Vučić, Edi Rama dhe Hashim Thaçi. Domethënë, ç'ne kjo zonë që interesohet edhe për këtë çështje, pra për kufit e Kosovës, për shkëmbime territoresh etj. Me sa ti unë është përfolur edhe për çështjet të një kompanie telekomunikacioni në Serbi, si korrupsion. Ç'ne? Tani, siç e tha dhe Altini, Ballkani është një minier ari për funksionarët e Bashkimit Evropian. Jo të gjithë, por një pjesë e madhe. Më kujtohet një ambasador shumë i rëndësishëm vite përpara, që u ka të ndisë pastaj hante qofte me një biznesmen që e njifnim në bashkë, se... Ku ma kujtohet? Atë kujtohet, ka që stomaku njeriut. Ka që një stomak kemi të gjithë, edhe si shduket njeriu kapet për nga stomaku. Dhe këta ndërkombëtarë që vinë në Shqipëri, këtu gjejmë parajsën. Rasti si tush më i afërt ka qenë ambasadori i Shtetit Bashkuar të Amerikës, një person që e kanë përzë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Për jurikim me kjo. Po, për jurikim. Dhe plot ambasadorë dhe funksionarë të tjerë, të cilët vinë në Shqipëri me recka, edhe kthehen me valixhet plot. Ky është një vend edhe i korruptuar dhe korruptues, edhe korruptiv. Dhe natyrisht, siç e thash në fillim, njeriu nëse ne e marrim ashtu siç e marrin sistemet e lirisë, që njeriu është ky që është me vese dhe me problemet e veta, sistemi arrin ta kontrollojë. Nëse ti merr një europian që mund të jetë shumë i mirë dhe shumë korrekt brenda një sistemi europian dhe fut në një sistem të korruptuar siç është Shqipëria, po. Natyrisht ai do të gjenerojë, do të shtri fijet edhe brenda strukturave të BE-s, edhe me prorët e varësit e tij, duke krijuar pastaj edhe nga këto skemat të ndyra e urdhot diskutohet çështja e një konvikti, jo po ti kështu ti ashtu.
neve për bashkimin evropian kemi qenë skeptik dhe vazhdojmë të jemi skeptik edhe për mënyrën se si po hyn Shqipëria zvarr bashkimin evropian. Unë kam thënë edhe në këtë emision, kanë marrë një atlet të paformuar, pra kanë marrë 10 vjeç dhe kanë futur në garë me kampion e botës dhe i thonë ti do vraposh. Ndërkohë që Shqipëria nuk i ka kapur standardet, nuk ka as peshën, as forcën, as strukturën. Pra, Shqipëria në atë parë nuk ka demokraci. Ju e keni ndjekur patjetër që u tha në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte ai profesori që tha Shqipëria nuk është më demokraci. S'ka pluralizëm. Pra, nëse Shqipëria nuk ka pluralizëm, nëse s'ka ekonomi treku, si mundet Shqipëria të hyjë në Europë? Pra, këtu lidhet euroskepticizmi yt Armer? Euroskepticizmi im ka qenë dhe mbet që në fillim. Shqipëria duhet kapte ato standarde, se jemi prak 8 vjetorit, i ri demokracisë Shqipërisë të Europa. Nëse do kapnim ato standarde, dhe standardin ekonomik të Europës, dhe standardin kulturor, dhe standardin arsimor, drejtësinë, se unë kam ngul me që ishim tek arrestimi. Ora ka shkuar polici thjesht, një polic ka shkuar, i ka vënë prangat e saj, i kanë çuar ku duhet, kanë mbaruar procedurën dhe kanë çuar në shtëpi. Nuk kanë bërë show, nuk kanë shkuar gazetarë që shkojnë këtu me mesaze tek Spaku për pritur dhe për cilë ata që hyjnë dhe dalin, apo me protesta kundër Spakut. Jo se kam një konsiderat për Spakun, no? Sepse ajo që po ndodh sot me Spakun, kur kryeministri i vendit është duke kërkuar gjykatës kushtetuese ta mbrojë nga arma që ai thotë prodhova unë, që qëllon 360 gradë. Do të thotë që edhe kjo guri kurorës reformës drejtësi nuk qenë ka ashtu si që shitur, pra ne as drejtësi nuk kemi. Në këto kushte ne themi do hyjmë në Europë. Si do hysh në Europë? Çdo thotë do hyjmë në Europë. Do të kishim ndërtuar Europën. Këtë vend kaq të deformuar nga politika, vjen dhe gjen gati Mogherinët e këta të tjerët personazhe që vijnë nga bota dhe bëjnë eksperimente ku këtu e kemi diskutuar në studion tonë dhe ligjin atë të ashtu quhet barazis. Patjetër. Që më vjen shumë mirë që ato që kemi thënë neve këtu 2-3 muaj përpara i artikuloi dje dhe Sali Berisha. Po është Kofini Basdvjelës. Sepse në fund fare unë po të kisha qenë. Unë s'do kisha lënë të votoja ai ligj. Shumë saktë. Tani thot ai tek filmi Brazdat urinoi Baçës e tha. S'ke çaj bën. Shto diçka. Lidhe me kufi, domethënë, ta do për të kthyer prapë tek kampusi. Kam përshtypjen se këta që janë o ish komunistë, o socialistë, sotëm, italianë, sidomos, gjithmonë ka një lidhje ombelikale me ish Jugosllavinë. Unë kujtohet edhe ish kryeministri italian Dini, përpara se të NATO të bombardonte, domethënë, trupat serbe në Kosovë, ka qenë ministri i jashtëm. Ministri i jashtëm, por bënë një rezistencë fort, nuk donte që të bombardohet, të ndërhyjë etj, dhe dolën pastaj prova fakti që ishte aksioner një nga këto sektorët e telekomunikacionit të Jugosllavisë. Domethënë ka pasur raste të tilla, nuk e di dalemën, nuk e jam i sigurt, po ka pasur raste personazhe të tilla italian. Domethënë vazhdon kjo linja e të majtës italiane me të majtën titise, le themi, që është në kurrizë të Kosovës, në kurrizë të kombit tonë. Kështu që gjithmonë ku ka një funksionar italian, europian apo gjën, nuk pres lajme të mira sepse ka një linjë gjithmonë që lidh me ish Jugosllavinë ose Serbinë. Mund të bëj një ndërhyrje stilistike. Gjithsesi kjo vetëm ndërhyrje stilistike. Se u tha 2-3 herë këtu ish komunist. Komunizmi është si puna sidës, po e more nuk tikën. Pa kurushme. Deri në vdekje. Ti ka ndar mirë si gjithmonë. Te kapu, si ka një e njeh shumë mirë italian. Po, më thënë, e njeh shumë mirë. Tani bi dakord me parashtrimin që the. Problemi është që ne jemi mësuar, domethënë që me Italinë kemi marrëdhënie sinqert. Paktën kështu na tha dhe kryeministri. Mi sporti me gjithmonë marr. Jo, dakord. Kryeministri tha që po i marr po i jap gjadrin dhe po marr emigrantët afrikanë se ne ja kemi borxh Italisë, domethënë. Mendon që është në këtë lloj forme politika apo se ku jemi, se kuptojmë domethënë ku qëndrojmë ne në raport me Italinë. Rama mund të bëjë marrëveshje edhe me djallin, domethënë, marrëveshje me vasalitetin, mjaft që të ketë mirë
gjërat të paktën në këtë moment i ketë mirë me Trumpit dhe me sa kuptohet, me sa duket se përmes Melonit do të ketë një marrëdhënie të mirë. Na ke hapi temë tani se zoti Goxha jo thotë që ka probleme dhe do me shku në Izrael për me kap Trumpin, po besoj se do ta ezaurojmë këtë moment. Kemi. Kastriot. Edhe për ty të njëjtën pyetje për Mogherini në raport me se do ta lidhim pak dhe me Shqipërinë. Mogherini ka qenë shefe e shërbimit të jashtëm edhe si e tillë takonte që të merrej. Ti ndante Kosovën. Pastaj unë nuk thash të ndante Kosovën. Jo, po them unë. Jo. I takonte të merrej me përmirësimin e raporteve Serbi-Shqipëri. Pastaj po ishte sa e ndershme. Po. Rivizatimi tha i kufive. Po. Çështja është si i ndryshon kufit. Po, sigurisht. Po fakti që ulet në tavolinë kur dy kryeministra shprehin interes për ta mbyllur çështjen e kufive njëri me tjetrin, këto nuk është Jo, më po them cili është roli i kësaj për me i bind të dy kryeministra. Roli i ndërmjetësit të një përfaqësuesi të lartë të Bashkimit Evropian. Okej. Për atë punë paguaj. Okej. Altin, do të shkojmë publicitet, por do doja ta bëja pyetjen që tani që të ma japësh pas publicitetit. Federica Mogherini në protestat që organizoheshin para Bashkisë Tiranës, në një moment caktuar fton dhe Lalieri në një nga folqet kryesor të një aktiviteti jashtë shtetit. Ç'ne ky moment? Ta them tani. Publicitet dhe rikthehemi. Jemi rikthyer nderuar miq, fjalën e ka avokati Altin Goxhaj për pyetjen cilën i bëra. Unë në raport me Mogherini Veliej. Në vitin 2017, para 2 muaj pasi postova këtë për Mogherinin, pata luksin që për herë të parë bëja një video live nga laptopi im në Facebook dhe ja kushtova Titanikut që po mbyllet Bashkimit Evropian. Kështu e konsiderova. Dhe aty kam ndërtu perceptimin tim mbi narrativën që ka nevojë të dëgjojnë shqiptarët se çfarë është të vërtet, çfarë fshihet mbas Bashkimit Evropian. Kisha bërë dhe dikur në një studim të njëjtën gjë para 10 vjetësh se sa ta bëja atë. Pse bëra këtë hyrje? Bëra për të treguar që rasti Mogherini me Kosovën është një nga rastet më spektakolare për të kuptuar shqiptarët çfarë është në të thellë BE-ja, komisioni. Është një ngrehin e ngjashme shumë me Bashkimin Sovjetik, e cila ndërton një megastrukturë dhe infrastrukturë që drejtohet nga një sistem nervor i fshehtë si është Deep State në Amerikë, i cili përcaktohet nga networku i majt evropian. Ç'është networku i majt evropian? Është një histori e gjatë, e themeluar në Londër në 1885, që quhet Fabian House, e cila është shoqëria Fabian, ka themeluar universitetin e parë fabianist dhe më pas gjithë Europa që ne kemi sot është fabianiste, domethënë socialiste komuniste. Ta shpjegoj Mogherinin dhe Kosovën si funksionon me gjithë Bashkimin Evropian. Kur Mogherini në emër të Bashkimit Evropian bëri këtë gjë dha legjitimitet coptimit kufive në kundërshtim me të gjithë interesat reale të gjithë vendeve të Europës. Pasi çdo prekje kufish hap histori shumë të vjetra dhe shumë të ngarkuara që është e gjithë Europa si e tillë. Mas lutë dy botëror, Europa ka probleme kufish pa fund që njerëzit nuk i shohin sepse nuk përmenden. Bën sikur si janë në mënyrë që të ruhet qetësia dhe toleranca. Dhe rasti i Mogherinit është një mënyrë për të treguar se si ka funksionuar një ngritje karriere e një grupi të madh zyrtarësh, burokratësh në Europë, që vinë të gjithë jo nga karriera e tyre, por vinë nga një përcaktim me detyrim përcaktim që vjen nga lart, ku këta i katapultojnë gjithmonë. Në gjithë politikanët katapultojnë. Von der Leyen, Kos, Mogherini, çfarë emra keni dëgjuar? Edhe ky që është në Bashkimin Evropian Tiranë, ky ambasadori gay, të gjithë ta janë të katapultuar nga një network që i do në çaste caktuara ti përdori. Dhe i përdor. Dhe si funksionon financiarisht ky network? Rasti Ramës është rasti më tipik për ta kuptuar shqiptarët. Rama ka për detyrë të ushqejë me korrupsion, me parat pista, me privilegje, me favore, dhe kjo është pjesë e detyrës që ai ka, jo thjesht e dëshirës vetme që ai ka, dëshirë që ka, as diskutohet, por është detyra që ai ka. Mogherini u përzierë në çështjen e Kosovës, duke shkelur standardet e Bashkimit Evropian, standardet e shteteve të Bashkimit Evropian, dhe ka marrë kritika pafund nëse e mbani mend, në momentin që u përzihen atë kohë, për faktin se është si thosh një veprim që burokratët e BE-s tashmë i marrin veprimet e tyre përtej çdo lloj mandati, për çdo lloj përfaqësimi, për çdo lloj deputeti të Parlamentit Evropian, përtej çdo lloj qeverie. Pasi e gjithë grehina e Bashkimit Evropian sot është ndërtuar nga një network njerëzish që janë sklevë ushtar të një deep state evropian, do ta quaj, lidhur me deep state-in amerikan, që është kjo elitë e madhe dhe mos harrojmë kush e ka financuar dhe kush e ka krijuar këtë rrjet fuqishëm që Mogherini komuniste me lobbying gay italian e katapultoi në këto nivele të Bashkimit Evropian,
pavarësisht mungesës totale të kapacitetit personal individual. Mogherini është ignorante për postin që ka. Nuk mund të jesh rektore e Akademisë e Europës, e Kolegjit e Europës, të nivelit më të lartë të historisë botërore të diplomacisë duhet të quaj, ku kokat që kanë qenë para saj janë të gjithë super kualitete intelektuale, nuk po i merrem çfarë burrat një këçi, po them se çfarë formimi kanë akademik, një copë ignorante, si kjo që nuk ka as doktoraturë. Nuk ka. Di si bien doktoraturat në Itali e në Evropë, kur dush. Kanë hap shkolla partijës Sorosi, sa dush merr Jon Velia, merr kushdo. As atës kishte bërë ajo. Dhe e bën rektore, duke rrëzuar çdo lloj standardi të historisë akademike të Europës, dhe arsyeja pse si thosh, ne kemi këtë lloj mekanizmi të këtyre njerëzve janë sepse e gjitha Europa sot drejtohet nga mediokër, ignorant, të cilët janë sklever të një agjende. Kjo nuk vepron vetë. Veprimet e saja të korrupsionit ushqen nga sistemi, por vjen një moment që ka ndodhur ndryshim i madh. Unë mund t'ju garantoj që vjedhja që ka bërë Meloni, më fal, Meloni është. Kjo si ka Mogherini. S'na u bën lëmsh tash, gjithë me Ramën në këtë lloj skemash janë, prandaj e gatroj. U duhet t'ju tregoj vetëm një gjë. Në vitin 2017, kur unë nxora dokumentet e korrupsionit të saj që po hetoi në Bashkimin Evropian, vjedhja ishte më e madhe se sot. E di çfarë vjedhje është kjo sot mja? Ka favorizuar një palë duke dhënë një informacion sekret që të fitoj tenderin. Më kupton, ky është gjithë thelbi. Në vitin 2017 kjo kap duke shpenzuar fatura pa fund për hotele, për lukse, për gjëra nga më të ndryshme në raport me pozitët e departamentit dhe bordit që ajo drejtonte, të strukturave që ajo kishte. Vjedhja e saj ishte shumë herë më e madhe në atë kohë, po ajo nuk bëri burg. Doli pa fajshme sepse nuk u hetua deri në fund. Pse? Sepse për t'ia shpjeguar shqiptarëve, sot BE-ja është në pikën, momentum do quhet, që në qoftë se do të vendosej paqja në Ukrainë, midis Trumpit dhe Putin në Budapest, fillon një shëmbje totale e gjithë establishmentit, dash në qeveritë e Europës, dash Parlamentin Evropian në një dishes 4 vjeçare që do fillojë. Dhe ky rast i sotëm që ne kemi Mogherini që është kapur për këtë gjë, ju kujtoj që në 2017 asaj u mbyll dosja, sepse në atë kohë kjo ishte një nga qend anti-Trump të Bashkimit Evropian. Çdo thotë që ishte një nga qend anti-Trump të Bashkimit Evropian. Në atë kohë gjithë BE ishte kundër Trumpit, por Trumpi nuk ishte pozita të forta botërore dhe fuqi në Amerikë, për shkak se ishte ai vetëm kundër partisë vet, edhe më kundër opozitës. Sot ka ndodhur ndryshim i madh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës me shërbimet e saj, pak nga pak po e marrin dorë Amerikën. Dhe duke marrë Amerikën, automatikisht marrin dorë edhe interesat e tyre kudo në botë. Dhe unë besoj që Mogherini në vitin 2017 me këtë dosje nuk do mendoj sa të hetohej. Tani do filloj për secili nga këta, me von der Leyen e para, e gjitha të përdoren dosjet e tyre për t'i shantazhu, për t'i rrëzu dhe për të bërë një lëmsh të madh në të gjithë sistemin burokrat evropian, sepse ja u them me sinqeritet, kush ka njohuri mbi mënyrën se si funksionon koncepti tender në Bashkimin Evropian, se si funksionon koncepti karrierë në Bashkimin Evropian, se si funksionon konflikti interesit, se si funksionon gjithë mekanizmi i veprimit, nuk kemi parë, nuk kemi dëgjuar kur histori më të madhe korrupsioni se kaq. Krahasimi vetëm është vetëm me Pentagonin, me industrinë e luftës, që dihet që është një korrupsion historik. Po këtu strukturat janë të mbushura me komunistë, me minj të vegjël komunistë, të cilët vjedhin edhe faturat e ujit, vjedhin edhe faturat e fantave. Për këtë akuzohen. Nuk kanë lënë luks pa shpërdoruar komunistët, të majtët europian, dhe gjithë ata që shohim ne që na vinë këtu janë ca me nder, nuk di të them se duhet me rrugjuan, po janë ca personazhe kaq mediokër, ca xhepista. Dal pak te jo, mbyllë pa më radh. Do thoya që Mogherini në historinë e Kosovës ka zbatuar urdhra. Cilët urdhra, se këtu kishte rëndësi. Në vitin 2016 doli një dokument shumë i rëndësishëm në Bashkimin Evropian se si 220 eurodeputet kontrolloheshin nga Soros. Të gjitha histori, me këta që na kanë me Vlautin, i pani mund ca emra, Vlautin. Patjetër. Gjithë këto personazhet. E bani më dhe Yuri Kim që erdhi si fshatare e Koreas Veriut dhe u kthye si Miss Korea Jugut nga Shqipëria. Të gjithë këta, po t'i shohësh, janë të gjithë pjesë e networkut të madh Soros dhe këta bëjnë detyrat. Mogherini shkeli çdo standard të gjithë institucioneve të Bashkimit Evropian vetëm për të shërbyer Alex Sorosit në atë kohë në projektin e tij për të treguar babait vet dhe gjithë familjes që jam i zoti me Duket Fondacion dhe projekti i parë ishte coptimi i Kosovës. Ndërsa i ati theu qaf dhe mori fondacionin. Koncepti është që ne jemi këtu përballë disa personazheve mediokër, që është ky kryetari i Komisionit Evropian, ky kryetari i delegacionit. Çfarë është ky? Ky personazh është
si thosh, një mediokër, i cili ka për detyrë të punojë kundër Shqipërisë, për llogaritë Soros. Kur shoh unë një diplomat, unë nuk shoh fytyrën e diplomatit, shoh fytyrën e Soros. Kur shoh Mogherini, nuk shoh Mogherinin, shoh fytyrat e Sorosëve të Europës. Ju mendoni që për këtë arsye dhe Velia ishte me Mogherinin në Poshtë- kulmin e hallave të veta? Është një network i tërë. Është networku që Është një funksionon Meriman. i mbron momentet Po, caktuara. është një Meriman. Qartë, Tani ka mirë. vetëm fjali. Tani ka ardhur Trumpi në Amerikë. Po pra Dhe këtu do të dalë. do shifni, do shifni Ma le pak. çuditëra, do Qartë. shifni çuditëra. Armir, disa media në Belgjik, po lexoja unë, e lidhin këtë goditje të zonjës, flas gjithmonë pas kuintave, edhe me qasjen e Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, për çmontimin e këtyre burokratëve të cilët kanë drejtuar dhe drejtojnë Bashkimin Evropian drejt kahjes së majt dhe disa vlerave ose më saktë antivlerave, të cilat bien ndesh me politikën zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. E shikoni kështu, jeni entuziast për këtë gjë apo ky rast është i izoluar dhe nuk ka lidhje me politikën amerikane? Unë jam në një moshë që nuk më lejohet entuziazmi. Okej. Por do të shpresoja shumë që tjetë kështu si thoni ju. Do të them një oksimoron, këta e kanë drejtuar shtrëmbër Bashkimin Evropian. Pra Bashkimi Evropian, kur filloi që u krijua Bashkimi Evropian, pra nga ashtu siç ishte mori emrin BE, u prodhua moneda, Po, kishte një entuziazëm të papar, u mendua që po krijohet një Shtetet Bashkuara i dytë, dhe bide ashtu u diskutua dhe herë projekti të quheshin Shtetet Bashkuara të Europës. Pastaj u ka ta ndis këtu ku jemi. Domethënë një nga gjërat që mua më ka dëshpëruar në Bashkimin Evropian fillim fare kanë qenë ato kotat, normat, pra Çekis nuk i lejohej të prodhonte më shumë se i kodet caktuar derrash, Greqisë dhe Spanjës jo përtej një numri të caktuar ullinj dhe vaj. Pra u vendos planifikim komunist që kishim në kohën e diktaturës. Pastaj filluan të jetojnë dhe të vegjetojnë krijesa të tilla, siç e tha me shumë drejt Altini, të katapultuar, por jo kështu a priori, domethënë marrim se kemi Altinin shok. Por të katapultuar në bazë të një skeduli të saktë. Ky këtu, dhe këta kanë ndërtuar, shikoni, nëse doni të shikoni se çka bën Bashkimi Evropian, shikoni Shqipërinë. Merrni historinë e asaj që ka ndodhur në Shqipëri, të paktën këto 12 vjet, dhe do të kuptoni se çfarë është Bashkimi Evropian. Shikoni burokratët që vinë në Shqipëri mbas çdo zgjedhje dhe përgëzojnë fituesin, thonë të njëjtat fjalë. Ne, ju thoni kemi çuar dokument, kemi çuar ne, si emisioni gjatë, kemi çuar një kërkesë këtij delegacionit që ndodhet këtu tek stadiumi, po, dhe kemi thënë, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama po thotë në fushat që në qoftë se fiton zgjedhjet, brenda vitit 2017 do të 27 mbyllin negociatat dhe brenda 2030 do hyjë Bashkimi Evropian. Kush në Bashkimin Evropian i ka dhënë këto garanci dhe këto deklarata? Shumë interesante si pyetje. Dhe sot e kësaj dite, pra nga Më interesante është mos përgjigje. Jo, ta shikoj. muaj ka kaluar që refuzoj përgjigje dhe kemi vazhduar, kemi kërkuar dhe nuk them përgjigje për këtë gjë. Pra, shikoni Shqipërinë, e mua më kujtohet në vitet 90, fillimi i viteve 90, më duket se Shelit i kanë thënë në Jugosllavinë parlamentin e Serbisë që ku janë paratë që çojnë për Shqipërinë, ka thënë shikoni si është Shqipëria. Doni të shikoni Bashkimin Evropian, shikoni si është Shqipëria dhe vendet të tjera. Është ndërtuar një Europë e cila u degeneru me planin Soros të emigracionit. U mbyt me emigrant dhe sot Europa nuk njihet. Pra siç kemi ne çështje shpopullimi ka Europa, ke Francën pa mjek. Domethënë njerëz, miq të mi më thonë në Francë nga pandemia e këtej, sistemi ka rënë i shëndetësisë. Flas për shëndetësi. Gjermania ashtu ka probleme. Do të thotë, nuk është Bashkimi Evropian në vend të vinde vetulla nxori syt. Tashi kthehemi tek pyetja që thua për Trumpin. Ne do të donim shumë atë që kemi thënë këtu që era Trump, ashtu si valet e tsunamit, po fatkeqësisht me shpejtësi shumë më të vogël, të hapen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të vinë këtu. Të vinë këtu sepse ka një përplasje, po them edhe në ide bazike. Donald Trump thotë ndalojmë luftën. Kjo Europë, kjo burokracia europiane thotë jo, ne duhet luftojmë, ne duhet mundim Rusinë.
A do paqe, a do luftë? A duhet të hy të shpërndahet në kontinentin e vjetër, të drobitur nga Bashkimi Evropian, të drobitur nga agjendat që janë përdorur kundër europianëve. Janë përdorur agjenda kundër europianëve, është degeneruar Bashkimi Evropian. Ky Bashkim Evropian bëri superfuqi Kinën. Pra, a është Trumpi personalisht unë nuk besoj, po Trumpi ka dhënë krah forcave të cilat kanë ide. Qartë, e kuptova përgjigje. Tani, unë sinqerisht përgëzoj për gazetarin që ke bë, sepse është e rrallë tani ti çosh një pyetje të tillë delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, sepse unë nuk e dija që ti e ke bë këtë vetë. Po, e kemi bërë edhe kemi transmetuar. E përshëndes edhe emisionin Gjadat MCM për këtë. Faleminderit. Kastriot, do doja të bëja një pyetje në raport me Trumpin në këtë rast. Mendon që mund të jetë pas këtij aksioni konkretisht, pa a mendon që valë goditjes politikës që përfaqëson Donald Trump mund të vinë Bashkimin Evropian, jo domosdoshmërisht lidhur me ngjarjen e Mogherini? Po mirë, megjithëse gjithsesi e kërkova edhe këtë, po ta them që në rastin e Mogherinit nuk besoj sepse Mogherini është peshk shumë i vogël për Trumpin. Natyrisht që indirekt kjo i vlen Trumpit dhe trumpistëve në Europë. I vlen shumë në radhë parë Viktor Orban, i cili është delja e zezë e Bashkimit Evropian. Mjafton të përmendim faktin që përveç 200 milion eurove gjobë që i ka vënë gjykata europiane, i ka shtuar edhe 1 milion euro në ditë për çdo ditë që kalon që vendi i tij nuk pranon refugjat, sepse gjykata europiane, si Komisioni Evropian, kërkon që Hungaria të hapë dyert për çdo lloj azil kërkuesi, pavarësisht arsyeve, pavarësisht vendet që vjen. Natyrisht që u vlen të gjithë të djathtë euroskeptikëve në Europë që janë kritik ndaj BE-s dhe që do ta përdorin këtë kartë, siç mund të përdorin me të drejtë plot edhe kartën e skandalit Huawei, edhe të skandalit Katarit, apo në Dutch edhe skandalin e Pfizerit, 32 miliard euro vaksina të vendosura me chat në WhatsApp, për cilat s'ka asnjë gjurmë. Pra indirekt i ndihmon të gjithë, po nuk besoj se ka ardhur prej tyre, as prej Trumpit, jo. Kjo thjesht është qelbur, dikur do të kapej, sepse kur bën aferë 17 milion euro në Tiranë, sepse e ke mirë me Tiranën dhe spaku nuk ka sy dhe vesh. Mbase nuk është rasti, po kur bën aferë me gjysmë milioni euro përfitim të pandershëm në Belgjik, është rasti që të penalizohesh. Shumë interesante kjo kontrasti që vetëm. Andi, njëjtën pyetje kam edhe për ty. Mendon se politika nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të ketë një valë goditëse në Bashkimin Evropian, se duket sigur nuk ka një koordinim midis dy fuqive të ndaja. E mbyllëm me kampusin e mbyllëm. Jo, mirë, vazhdo me aty, nëse ti do të vazhdo, okay, s'ka problem. Jo, dakor, po thjesht doja me Po, jo, dakor, po vetëm dua ta çoj te Zaroj edhe pjesë dhe pastaj. Unë për këtë arsye të kam ftuar. Domethënë, një aspekt që duhet, se këtu nuk u tha, duhet të përmendim dhe hipokrizinë shqiptare në këtë historinë e kampusit shqiptar, të kampusit evropian. Që është që ka qenë marrëveshja në parlament midis majorancës dhe opozitës me 94 vota, të cilat ratifikoi marrëveshjen midis Shqipërisë edhe Bashkimit Evropian për ndërtimin e kampusit. Okej. Pra, PD-ja, opozita themi ka pranuar të pa hyrë. Nuk dia janë bashkë apo janë të ndarë. 94 vota. Po 94 vota të dyja palët e kanë qenë dakord. Nuk kanë ngretur kartonin, ka pa hyrë fare asnjë lloj hetimi, ore pse po vendoset për ty. A ka një Po ti e di shumë që ata të PD-s në hyrë kur në Parlamentin Evropian me miqtë e tyre apo në këto grupet që kanë këta të djathta kur se kanë ngritur të Pa dyshim, po të pak kishe një minimum një debat parlamentar, ore po ndërtoj miqi po japin tokën gratis, pa taksa këtyre. Miqi po heqim 17 milionë euro universitetit shqiptar. Mos kanë qenë të kompleksuar më pak, është ajo që tha Goxha pak më parë, që këtu kusht vi ujë, domethënë i thurim lavde hosana. Është më kompleks. Është nuk është më kompleks. S'është. Ky është pazar. Ky është pazar, sepse edhe në Këshillin e Bashkiak u votuan nga të dyja palët, edhe nga opozita edhe nga majoranca. U mor vota për këtë gjë. Ore, ne po themi në parlamentet e tani. Andi sa shqipe, 17 milionë euro e qeverisë shqiptare. 17 milionë euro është dhe 5 milion euro që kanë qenë të destinuar për projektet, për bërë projektin e kampusit universitar shqiptar dhe një diçka akademisë policisë, nuk e di siç është një akademi tjetër aty, ishte 5 milion euro, nuk dihet fare se ku kanë ikur. Pra ishte faza e projektit 5 milion euro për
Universitetin Shqiptar. Nuk u bë Universiteti Shqiptar, nuk u bë kampusi për Universitetin Shqiptar, dhe 5 milionë euro u dogën fare projektit, se nuk nga shkuar s'dihet. Këtu është 17 milionë euro që ishin destinatar. Ndërkohë që ti mund ndërtosh. Pra ishte 2 milionë euro çdo. 17 milionë euro mund ndërtoj një godinë të mrekullueshme në mes të biblioteka me fusha me. Mund bëhet çfarë të doje me 17. Këta çfarë bëjnë? Coptojnë Universitetin e Tiranës, i marrin dhe godinën kryesore të qytetit studenti që ishte. E transferojnë fondit shqiptar zhvillimi që dihet që është një agjenci e super. Sepse është vetëm rrugë për të vjedhur. Për të vjedhur, pra krijojnë këto partneritete si me fondin. Edhe tjetra që Jo, më fal. Nga ana etike. Vetëm një gjë për të shtuar kjo. Mendoj që nuk është as pak e rëndësishme, por kur them as pak në mënyrë kategorike, shifra. Mund të jenë 17 milion, mund të jenë 170 milion shqiptarë, do mësuan tash me. Por universiteti nuk është pak. Jo, prit, flasim. Flas tek shifrat. E tmerrshme është mënyra se si veprohet me pronën si koncept dhe me këto projektet që vinë që andej dhe janë gjysmë përçues, pra mund të vinë këtu, por nuk mund t'i kthesh mbrapsht. Pastaj mund të jetë edhe 100 lek humbja. Por rëndësi ka shkatërrimi komplet i strukturës dhe infrastrukturës. Po ne na vëm gjithë këtu i fakti. Absolutisht, më veç ndarga. Që sipas PISA-s e nxorrin nivelin e Universitetit Shqiptar në nivele kështu mediokre fare, skandaloze. Domethënë vend që investohet për Universitetin Shqiptar. S'ka hajër më. I higën për atje. S'ka hajër ku vitet. Pastaj ka edhe një problem tjetër se Taulande kishte kapur që këta kanë në kundërshtim me ligjin për arsimit, diplomat e këtyre që dalin nga universiteti do njësohen me diplomat tona, domethënë këtu është një problem që nuk të njësohen. Po është kjo që ta goxhaj pastaj, pra kjo është skema e gjitha privilegjet e doktoraturave që shpikin këta me arsimin. Pastaj edhe gjëja tjetër me qesharake, më skandaloze që ky Artan Hoxha që është rektori i universitetit i dha dhe doktor honoris causas Mogherini, domethënë kështu, pa e verifikuar një herë që ajo s'pas ka bërë as doktoraturën, siç u tha këtu, apo as master, as master, fal, as master. Po si mund marrësh honoris causa? Sa le ta kuptoj. Marrësh, po kur ke është ky universitet, kjo që ka banaliteti si mund bëhet Edi Rama? Si mund bëhet Edi Rama me atë CV që ka, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shkencës? Kjo është tjetër gjë më. Po kjo është në aspektin ligjor nuk di të them nëse mund ta marrë dikush honoris causa pa në aspektin ligjor honoris causa, me sa di unë është niveli më i lartë. Rektori shqiptar e preti këtë integritet. Që me rektorin e Kamzës që doli dhe tha më ra telefoni u drodha, ishte vetë ai kryeministri, më ndryshoi jeta. Pra servilizmi për këta burokratët e universiteti duhet të jetë kritik në gjithë botën, por pra është e lidhur. Një sekondë keni haruar që një nga kokat e bandave më të mëdha të Shqipërisë sot është në burg sepse bëri ka shumë zhurmë historia se si u kërcënua një kandidat për rektor nga bandat. Po. Ne jemi në një vend që ti llogarisë nuk kaq. Futen bandat kriminale me lobusë të cilat vota do nxjerrë rektorin. Që në këtë moment gjithë tjerat janë qesharake mbi këtë. Deri këtu ka rrit deri aty, jo ku ka raq poshtë, të gjitha këto tjerat duken pra politikën që këta ndërhyrje politike marrin mirëqen apo jo? Po ku futet banda e krimit ordinere, pse mos marrë Mogherini titullin honoris causa? Që në këtë nivel universitar ka qenë një histori me këto standarde. Pra mos i kanë bë presion bandat këtij të Universitetit Tiranës me ia dhënë Mogherinit se s'po dim tani se ku jemi domethënë. Jo, po komunistët me Brigada Rosa e kanë tregu këto lloj standardesh në Itali. Brigada Rosa. Po pra, më që thej me banda. Tash dalim prapë te Trumpi. Po. Ka pyetja ishte nëse pyetja ime është e tillë pra, a do kemi val godice të kësaj politike që do vinë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, se tani SBA dhe BE nuk janë më mjaltë, ne jemi realistë. Ka ndarje si me thik. Aulon nuk vin direkt. Unë thash dy fuqi, unë BE ose njoh si fuqi Amerikën. Një gazetar, mjafton të marrë dosje nga CIA, një dosje. Nga FBI-ja, nga një personal, nga një gazetar tjetër amerikan, dhe ta bën ty lëmsh gjysmën e Bashkimit Evropian. Me dosje. Pra sot nuk funksionon me ndërhyrje diplomatike, nuk ka nevojë. Sot ka të bëjë vetëm me përdorim shantazhesh që kanë bëjë me të dhëna sensitive. Për shembull, në Amerikë është një qendër shumë e njohur në botë, në botën e investigimit dhe të kontrollit të informacionit, që mbledh gjithë dhënat e çdo celulare ku do në botë. Nuk përdoren për shkak se nuk përdoren. Mbledh automatikisht. Tash inteligjenca artificiale bën që nëse ne kemi një personazh që duhet ta haj në Europë, aty të nxjerr gjithë pisliqe që ka bërë jetë, kupton? Dalin automatikisht me inteligjencë artificiale. Pra nuk funksionon se vajti dikush dhe i tha dikujt. Dhe kaq, është
Është politika që lëviz sot në gjitha format underground, dhe pasi kjo është një botë shantazh, është një botë pislëku, është një botë mafioze, po ta quajmë, nga të gjitha anët. Edhe ndërhyrja amerikane nuk ka për të qenë ndërhyrje e bazuar tek ambasada, diplomati, zyra FBI-t. Jo, tani ne i dim si ndërhyjnë ata. Shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pjesën e tretë të emisionit për diskutuar një temë tjetër. Jemi rikthyer për pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit, do doja të fokusohesha pikërisht në atë çfarë po ndodh në Partinë Demokratike. Ermir, e ke ndjek pak a shumë situatën tek Partia Demokratike, se opozita është koncept më i gjerë. Dhe ç'mendon për takimet që janë bërë, fillimisht një takim në Tiranë, një kafe, pastaj një takim në Durrës ditën e sotme. Në kafe ke qenë tja, mund misisht na thuash ti se çka ka ndodhur, se këtë nuk e dim ne, pastaj unë e kam sqaruar publikisht dhe do ta bëj edhe këtu patjetër për publikun tonë, domethënë të paktën linjën që çka keni thënë, çka keni bërë? Unë domethënë do të zbardh pjesën që kam folur unë personalisht. Jam shumë i shqetësuar për kodin zgjedhor. Unë mendoj që Partia Demokratike domethënë po ulet me Partinë Socialiste për me bojë marrëveshje pa na pyet neve që kemi qenë aktor në zgjedhjen 2025, 11 maj. Këshilli Kombëtar nuk mblidhet që nga muaji mars. Për deformimin e kodit zgjedhor kam pas disa argumenta. Së pari, një parti që mori 66.000 vota mori vetëm i deputet. Së dyti, ne nuk kemi zona si kandidat. Së treti është Bashkia Krujës me 100.000 banor, nuk ka marrë as i deputet, pra s'ka përfaqësim me 100.000 banor, as nga PS, as nga PD-ja, dhe në 4 vitet e shkume ka pas 4 deputet. 2 nga PD-ja, 2 nga PS. Kësaj radhe kryetarët e kanë lënë pa deputet. Pastaj ka sigurisht edhe një çështje që unë kam çuar gjykat kushtetuese, që kandidati nuk ka mundësi që të hap kutit për të parë votat e veta, e ka vetëm partia këtë ekskluzivitet. Kryetari. Ndryshe nga çdo Më fal, juve këto keni biseduar. Po, personalisht po. Pra nuk keni thënë si ta heqim Saliun, si Jo, nuk ka qenë kjo tema diskutimi. Ju keni bërë gjë shumë mirë. Kam parë dje doktorin që doli dhe ai për kafe. Ishte teknician 9, mos gaboj. Edhe në moment që i tha njerëzve mbasi folën, u hap takimi, folën 2-3 figura. Foli dhe Berisha, natyrisht fajin për humbin e PD se ka Rama. Kjo ishte ideja. Tani ta flisni pa problem. Flisni tha. Dhe mua më erdhi parasysh edhe tavolina juaj. Më kujtoi një Barcolet që ta tregoj shkurt, po dhe duke moderuar gjuhën se është pak siç e ke ti. Ishte një çift djemsh në Amerikë, po në vitet 90, që kishin humbur kontaktet me njëri tjetrin. Dikur hyri Facebooku, u gjetën dhe lënë që të bënin një muaj mjarti në Holland. Takohen në aeroport. Ishin nga ata, domethënë. Nga ata, ipin avion, po gjithsesi shumë të rezervuar, ngrihet avioni, thotë ai ta bëjmë. Jem vetë tha avioni plot, po fleni thaj. Po fleni tha mirë, çoj dhe pyet tha. Ka shkrepse? Po tu përgjigj njëri janë zgjuar, u çoj, ka shkrepse, ka njëri shkrepse. Su përgjigj njëri, gjithë natën ata. Në mëngjes kalon stewardesa. Shef njëri me faqen këtu. Ç'a ke? Po dha i dhon balla. Po pse s'kërkove gjë? Jem vetë tha njëri shkrepse kërkoi tha dhe shkepën gjithë natën. Dhe kur doktori tha flisni pa teklif, këta një kafe pin, edhe u tur gjithë armata e militantëve, duke i quajtur këta tradhtar, Puçist. këta kështu, këta ashtu. Ajo parti nuk bëhet më. Ajo do të konsumoj vetveten. Ju mirë keni bëjë që keni pirë dhe atë kafen, po s'boni dot as fraksion, as parti nuk e lvizni dot, as me nivel nuk lvizet ajo parti. Ka marrë fund. Pse? Ka dy koncepte të tmerrshme. Koncepti i parë është pa Berishën nuk ka PD. Berisha si dhën Zoti ymër. Po njeriu ka ciklet e veta tjetës. Ka dhe gjatësinë e vetë tjetës. Nëse do t'iki Berisha, kanë menduar këta njerëz çfarë do të ndodhi? Ka një grupim tjetër, që këta janë edhe më të ndyrë. Ka Berisha një faj, thonë, të jashtëzakonshëm, që njerëzit që zgjedhin rreth vetes gabon. Nuk gabon me zgjedhësh, ky muhabet që po diskutojmë sonte. Nuk ka rastisht asnjë person aty në ekran, në skenë, që tjetë rastësisht. Çdo person kalon një filtr të studiuar mirë. Dhe janë njerëz me vese, janë njerëz të kapur, cilët ti komandon si të duash. Dhe janë gati, kemi thënë këtu.
janë gati të qëndrojnë në opozitë, i shpëtoi Balliut. Tha, më mirë tha 1000 vjet në opozitë, se sa në qeveri me të korruptuar. Pra 1000 vjet në opozitë, me Berishën që vazhdon thotë me Rama s'ka zgjedhje, por Rama është kreu i narkoshtetit, që narkoshteti nuk mundet me vot, pra është një ekuacion ku të gjitha ndryshorët përplasen me njëra tjetrën, dhe neve tani do bëjmë analizë. Dhe analizën filluan, hapi fjalën dikush, pastaj vazhdoi dikush, pastaj dikush, pra nga paria e partisë, 2 deputet, një zoj, foli dhe Berisha që thanë narkoshteti kështu, të bëhen shtëpitë e partisë, juve domethënë, që jeni ushqyer në parti, ju ka bërë partia, ju ka dhënë cici, ju ka bërë kaq, po juve po ja fusni, dhe demokratët e mirë që duan Berishën. Dhe bërtisat sa li Berisha. Kjo është analiza që ka filluar. Prandaj po them. Mendova se vërtet kishit një ide për të dalë. Njerëz që keni vota, të dilni të krijoni gjë tjetër, ose të thoni nëse do të mundet partia. Po e nisa me Barsolet, po e mbyll me një histori të vërtetë. Në Shkodër, vitet 50, ishte i karroc me kal dhe ra kali. Unë mblodhën shkodranët gentil, por po që ta ngrenë, nuk qoheshe. Ndërkohë kalonte Kola që kishte pas studiu në Austri për veteriner. Kol ta morsha, ky kali. Erdhi Kola, qetësi e madhe, pa e hapi sytë dhe tha. Burra tha, i ky kal nuk bëhet më njeri. Okej. Kastriot? Ndaj paka shumë njëtin mendim me Armirin, fatkeqësisht PD-ja që ka qenë shpresa dhe ëndra jonë e madhe në 90-91, në vitet e para 90, tashmë është një pengesë për reformimin e klasës politike në Shqipëri, është një pengesë pikërisht për shkak të asaj se disa njerëz akoma duan të vdesin pas Berishës në rresht, disa të tjerë thonë nuk bëhet se nuk të le Berisha. Është pengesë pra për reformimin e të gjithë opozitës shqiptare dhe krijimin e alternativave të reja që do ta ndryshonin situatën. Natyrisht kjo nuk është alibi, nuk mund të jetë justifikim për të gjithë ne, edhe për ne që jemi në këtë rrugë, dhe edhe ne nuk mund të justifikohemi që nuk po çajnë dot ne sepse është Berisha. Berisha është aty për karrierën e vet. Do vazhdoj të rri derisa të ketë fuqi, derisa të ketë njerëz që e ndjekin. Çështja shtrohet çfarë bëjmë ne. Bashkojmë në një pikë tjetër me Armirin, në bazë të statutit, Neni që e ka propozuar vetë, që e quajti Neni Basha, vetë Berisha duhet kishte dhënë ndërheqjen në 12 maj. Dhe as që pranon ta diskutojë këtë, është fiks luli në versionet 1 dhe 2.0 në gjitha zgjedhjet që ka bërë. Në këtë sens, unë e shoh me shumë pesimizëm të ardhmen e Partisë Demokratike dhe sinqerisht, me që doje sinqeritet në këtë pjesë, nuk e kuptoj ç'bën tira të parti. Okej. Andi, njëjtën pyetje edhe. Po, këto ditë shpesh kam biseduar me njerëzit për nevojën e bërjes kodit të zgjedhor, domethënë që të hapë rrugë garës, le të themi, edhe gjithë ato pengesat fiktive, edhe fakti që vazhdon sot kemi Damianin dhe edhe Oertin, që vazhdojnë me këtë komisionit 2, komisionit 3, vit pas vite, prapë s'ka përndryshuar kjo zgjidhje. Prapë njerëzit bëjnë pyetje vetes, më bë kodi më i mirë zgjedhor, kodi më i mirë mundshëm, morëm nga një model që garanton, le të themi, garë të ndeshme, zgjedhje ndeshme, por prapë këtë votojmë të, po ato figura që janë aty në PD që janë konsumuare, të konsumuara. Në këtë pikë dhe njerëzit thonë, nëse nuk ndryshojnë figurat e PD, çfarëdo kodit bëhet më i mirë në botë, prapë njerëzit nuk do japin votën, për fat keq. Unë e shoh kështu. Unë uroj që dali një figurë paksa revolucionare si Sokol Dashi që në fund fare krijoi një tubullir fort dhe mund të ishte vërtet një kandidat pretendent kryesor për marrë partinë, por nuk shoh akoma në PD një figurë të tillë. Janë në hijen e doktorit për fat keq. Altin, si e shikon situatën në PD? Pak a shumë të gjithë ne që jemi këtu dhe shumëzohet për 10 këtë panel për të përcaktuar pjesëmarrjen e Frontit Shpëtimit Kombëtar 2022, që ishin po ne, dhe 10 herë sa ne në numra. Atë ditë ne dham një mesazh Shqipërisë dhe Partisë Demokratike se si mund të shpëtojë Shqipëria. Dhe rezultati ishte një mesazh, sondazh konkret ishte 7 korriku, një protestë e cila në orën 8 kishte 2 fishë në orës 7, po që këta të orës 8 nuk ishin ata të orës 7. Se në orën 7 ishin partia. Në orën 8 ishte qytetaria e Tiranës. Ishin fshet veshur, bukur, burra, gratë, vajza, treja, djemë, tri, gjithë. Sepse thamë prit pas ka shpresë. Po atë ditë vdiq shpresa, sepse Partia Demokratike
u friksua më shumë se Partia Socialiste nga ajo gjë, për faktin se humbiste kontrollin mbi pushtetin e saj personal, sepse jam Ermirin, secili aty është në vendin e tij. Është perfeksion struktura e deputetëve dhe e partisë, më të them si. Sepse fare sa qëllimi ka, për çfarë ekziston. Qëllimi këtu e zgjedhën në opozitë ishte kontrollimi i opozitës, asgjë tjetër. Si do kemi një kontroll absolut, si do kemi një ushtri absolute, dhe nuk ka asnjë rëndësi pushteti, rrëzimi i Ramës, ishin gjitha kështu gënjeshtra elektorale. Gjithë thelbi që Berisha me grupin e vet kontrollonte partinë e vet. Natyrisht kjo kafja që është thashë të mua shumë, unë kam heshtur, nëse e ke vëre, për shkak prezencës tënde. E vërtet. Por po ta them me që po na detyron të flasim. Patjetër. Në këtë vështrimin tim, e gjithë lëvizja Saliani, Ali Mehmeti, kështu e ka marrëmen tani, është thjesht ajo që ka ndodhur gjithmonë në PD, se si Berisha e merr gazbarën dhe bën kryetar grupi. Ai del kundër, pastaj ky. Saliani kundër, pastaj këtu. Është thjesht çështje se si këta ushtrojnë presion për të kapë karriket e tyre. Pra, nuk është ndarë torta siç duhet sipas disave të marrin dhe në pjesë. Dhe gënjenca të tjerë, cilat janë Durrës për shembull, që ne po bëjmë një lëvizje për të ndryshuar PD. Nuk ka asnjë lëvizje për të ndryshuar PD, sepse një i vdekur nuk lëviz dot. Mund t'ja marrësh, ti vesh robot ta lëvizi Durrë kompo, PD ka vdek. Ka marrë fund kjo punë dhe nuk ka diskutime për këtë çështje. Pse nuk ka diskutime për këtë çështje? Sepse nuk ekziston asnjë mekanizëm strukturor, në ideologji, në prezencë fizike, në numra, në vota, në përfaqësim 4 vjeçar në parlament me këta që kemi me deputetët e listave tjerë, që të ketë aty ndonjë mekanizëm të brendshëm se si mund ta bëjë këtë parti të besueshme për shqiptarët. Domethënë, ti nuk mund t'i thush një prostitute, tani je virgjin se bërë operacion. Kur gjithë e din ke lagja që është prostitut. Ti mund të jesh në një tjetër ta gënjesh, që vjen nga një qytet tjetër, po jo aty. Shqiptarët tash e njohin gjithë kush është PD-ja. Më kupton çka ka bërë, si është bërë dhe çfarë është kjo që ndodhi tani. Kjo që ndodhi tani 11 maj ishte, si thosh, një mesazh arrogant, brutal i një grupi që i tha shqiptarëve nuk ma ndjen fare për ju. Dhe unë këtë e pohoj bazuar këtë të gjitha komunikimet që kanë pas me shumë kandidat të listave të hapura, që kanë provuar në kurrizë se janë sabotuar nga vetë partia, që të mos merrte vota partia, që ata të mos kishin në një pozitë të rëndësishme influente në parti, sepse u prishesh kontrolli i partisë atyre që e kanë. Pra në këtë vështrimin tim, e gjithë kafja dhe kjo që quajnë këta lëvizje siç ndodhi sot në Durrës, është vetëm përpjekja e disa individëve për të rritur pazar dhe për të ndarë pushtet me Sali Berishën. Nuk bëhet fjalë që kjo parti ka ndonjë shans për të rigjneruar me çfarë do lloj mënyre sepse është e vdekur. Domethënë nuk e çaj bën më. Vdiq në 7 korrik 2022, ditën e një proteste masive, që ata e vranë atë protest, e vranë atë shpresë, bashkë me gazetarët e tyre, analistët e tyre që, si thosh, i thonin Berishës, "Ua, sa i madh e Berisha, çka ke bërë ti?" Harroj që Berisha, ka ajo gjë, ishte personi që i dha leje një formati tjetër ekzistencë opozitare në Shqipëri, që e bëri sa për ta përdorur për qëllimin e tij personal, pas një qëllim tjetër politik që ka Shqipëria. Ata burra që ishin atë sallë për Frontin e Shpëtimit Kombëtar, që ne i kemi sot në studio, si thosh, një pjesë, edhe ca tjerë janë në studio apo nuk janë në asnjë studio tjetër, në thelb janë të bindur që mundësitë kanë qenë në Shqipëri, po s'kan dash. Po problemi është që është vonë, pse është vonë? Ti gjithësh nga Tarraca, kati 30. Ka gati 30, po shku deri poshtë ka një sekonda, ka ca sekonda për të kaluar. Dhe ka një teori që thotë që njeriu në momentin që e bën këtë gjë, i kthehet gjithë jeta në mendjen e tij, në një sekondë vetë, gjithë jeta e tij. Problemi është që ty mund të reflektosh sa të duash. Ti je hedhur, do bish, do plasësh, toke do vdesësh. Që do thotë, kjo parti ka kryer detyrën, ka ra nga Tarraca, ka ra nga 30 katshi. Kupton ti, çado që të thuhet, çado që të bëhet, ajo ka vdekur. Dhe kur u shoh Salianin, që është kreu një gjë e tillë, duke ditur shumë që Saliani është një produkt i këtyre skemave të korruptive të Sorosit në Shqipëri, etj. Si thosh, unë vetëm qesh kur e shoh me ata njerëz që e marrin seriozisht. Dhe po ja them me sinqeritet, gjithë ata që e kanë marrë seriozisht televizje, thjesht po i bën një nder gjithë bashkë Sali Berishës, që po i thonë demokratëve, se mund të ndodhin ai gjë ndryshe dhe të presin, që të mos bëhet asgjë, sepse ajo parti duhet braktis urgjentisht nga kushdo që ka dy paretru, me organizu njerëzit në forma tjera, se nuk ka më atë parti asnjë shans me shpëtuar Shqipëria. Reforma zgjedhore nuk është një histori kaq e vogël, është një histori sa për gjitha historitë e Shqipërisë. Në reformën zgjedhore 2024, këta vërtetuan se sa të poshtër janë kundër demokracisë,
Këta të PD-s, po flas, ata të PS-s janë ata që po e vjedhin dhe po e vrasin dhe po e përzejnë popullin shqiptar. Flasim këta që janë polici rojemi. Këta tregojnë sa të poshtër janë me Shqipërinë, sa të poshtër janë me demokracinë, se si shkatruan një sistem zgjedhor, masi gjithkohë që shkatruan duke çuar në finalen e vet që ti garantoni Ramës pushtetin absolut. Dhe këta janë ca maskarej, të cilët jetojnë kurriz shqiptarëve si parazit me postet e politikës së opozitës. Ç'është posti politik i opozitës? Është pushtet absolut opozita. Le të thonë këta, opozita s'ka pushtet. S'ka pushtet për Shqipërinë, por ka pushtet për familjet e tyre personale dhe për jetën e tyre personale. Më falni, dua t'i referohem se sa më shumë jetojmë këtë vend, aq më i bukur dhe i prekshëm bëhet libri 1984 George Orwellit. Ka një personazh aty që quhet Goldsteini. Kur uleshin punojësit në mend, si vinin në një ekran të madh Goldsteinin, i cili bënte kritikën perfekte të sistemit. Ndërkohë, natyrisht i kishte vënë sistemi që ky ta bënte këtë gjë. Ndërkohë që ky e bënte këtë gjë, njerëzit këtej duhet ta shanin, duhet ta pështynin, po dhe ndërkohë duhet shikonin njëri tjetrin për të spionuar njëri tjetrin kush nuk po e bënte. Pra, druaj që edhe kjo kafja është një lloj Goldsteini, dikush ka marrë misionin që t'ju bëj ju të flisni, natyrisht shkojnë gjitha tek zyra e doktorit dhe përpunohen si informacion, dhe të bëj edhe demokratët pastaj, që për të treguar zellën e tyre t'ju shajnë e t'ju pushtyn ju, për të marrë frikë kush do t'jetë, se kur juve persona me integritet që keni marrë vota, ju keni marrë vota, në fakt në PD ju vetëm keni marrë vota, ju që keni qenë atë kafe, ju ata që janë në parlament, ju që keni marrë vota, nuk guxoni më të flisni, sepse ju ha demokrati, pra të ha familjar jot. Imagjino dikush tjetër që mund të ketë ide për të bërë një lëvizje brenda Partisë Demokratike. E dyta, ore çfarë mendje kanë këta, ju që jeni shprehur, ato kanë shkuar vendin e dur, rini të qetë, nuk ju ndodh gjë, por kafja mund të shkojë edhe 2-3 kafe tjera Qameti dhe kanë mbështymin që kreu misioneve. Unë mendoj se kushti, karta morale një partie konservatore e djathtë, që se pretendon të jetë konservatore, se vetëm me konservatorizmin s'po ka lidhje PD-ja. Më fal, e kishe për PD-n? Okej. Ja do fraksione të rrymat kohë dhe fundit që përpiqen ta kthejnë një parti konservatore. Pra një parti e djathtë, le të themi, moderne është tërheqja. Nëse nuk jep rezultat, nëse dështon, nuk merr votat e qytetarëve shqiptar, hap rrugën, hap krahun, vi dikush tjetër. Gjë që unë PD që nga 90-ta unë nuk e kam parë ndonjëherë që dikush t'japi dorëheqjen për rezultate dobta. Gjithmonë janë kapur aty, domethënë me gjitha mundësitë me thojnë për të patur një karrierë që fund profesion vetëm për popullin shqiptar. Dhe populli shqiptar nuk është budalla, shqiptarët nuk janë budallë. Nëse shohin aty njerëz të cilët nuk japin dorëheqje edhe pse janë aty pa merit, nuk janë votuar nga qytetarët shqiptar, nuk shkojnë mbrapa PD-s, është shumë e thjeshtë. Pra karta morale dorëheqjes është zgjesuar plotësisht në parti. Qofse mund të shtojnë një gjë për kodin zgjedhor. Berisha e ka pranuar që ndërhyrjet në kushtetut në 2008 ishin gabim, por nuk është angazhuar kurrë për t'i shbërë. Më thotë sot që edhe reforma në drejtësi ishte gabim, por nuk angazhohet që t'a shbërë. 8 vjetë që ishte Berisha në pushtet, ose jo, më pak sa i betën, dhe më thënë 5 vjetë nga 2008 deri në 2013, sistemi zgjedhor ishte perfekt. Erdi Luli, nuk ishte i kënaqur se s'po fitonte, por nuk synonte ta përmirësonte, synonte ta shkatronte më keq. Çfarë propozoi Luli? Propozoi majoritar me një turn për ata zhdukte balotazhin edhe në zgjedhjet e parlamentit, se për bashkiakët ishte zhdukur, dhe parlament me 2 dhoma, që do të thotë fuqizim akoma më i madh i dy partive në dëm të gjitha tjerave. Të gjitha ndryshimet që janë bërë pas 2008-s kanë qenë gjitha në dëmin tonë si qytetar. Me listë hapur, me listë gjysmë të hapur, pak të mbyllur, me proporcional rajonal, me lloj-lloj marifetesh, me herës, me gjitha formulat kanë qenë në dëmin tonë. Unë nuk e di çfarë plani ka tani konkretisht Partia Demokratike për shtruar në tyrezën e reformës. Po unë shikoj, më falë se nuk e kam për fyre që nuk po ja kujtoj emrin, Mustafaj, ka qenë Andi Mustafaj, po faleminderit, shefi i Brain Gain në PD, i cili shkruan për ditë se sa i mirë është majoritari i thjesht, pa balotazh. Dhe unë dyshoj që po shkojmë drejt një skeme të tillë, aq më tepër që njerëz afër PS-s
thonë që po, Rama e ka ndërmend majoritarin, e do të thjesht pa balotazh në gjithë Shqipërinë, e do parlamentin me 2 dhomë, dhe mundësisht edhe republikë presidenciale që sigurisht po projekton veten në rolin e presidentit. Sepse e ka bezdit shkuar në zyrë. Presidenti në sistemin francez nuk ka nevojë të firmos shkresën se ka kryeministrin, kur nuk i pëlqen heq kryeministrin në vendin tjetër. Dhe PD-ja nuk po duket fare e shqetësuar. Fare, unë nuk po shikoj cilat janë alternativat e PD-s. Kur na thriti Berisha në qershor 2022, duke sikur do të dëgjonte. Dhe mua më tha personalisht, ke shumë drejt zoti Çipi, duhet filloj kushtetuta, duhet ndryshoj sistemin zgjedhor, do bëjmë kushtetutë të re, do bëjmë demokraci direkte në Shqipëri, se ndryshe nuk luftohet Soros. Të nesër më një harroj. Dhe mos pranova të shkoj më në takimet me Berishën. Pse duhet shkoja më? Në këtë sens unë nuk pres asgjë të mirë, çdo ditë që kalon është minus për ne të pestë dhe për 2.5 milion shqiptar, dhe çdo ditë që ne e kalojmë pa kundër veprim kundër kësaj aleance, këtij çifti gay PD-PS, ne nuk kemi shanse për të ardhmen tonë. Dhe PD është pasiv në këtë rast. Armir, jemi në minutët e fundit të emisionit, do të merr edhe konsideratë se kemi diskutuar në këtë studio bashkë foltoren e Partisë Demokratike. Ka 3 hëna që Po, unë e kam quajtur nevojtore, po jo në kuptimin vulgar, është nevoja e Berishës, i shtyr nga pasiviteti, mbas humbjes tragjike për ne, 11 majt, presionit shqiptarëve çfarë po bën, pati nevojë dhe tha do dalin protest. Në mënyrë më të turpshme, kam shumë respekt për atë djalin gazetarin Osman Stafën, është djalë edhe i angazhuar, dhe i ka bërë një pyetje shumë serioze, një pyetje që bën çdo qytetar. Thonë doktor, këto protesta dha mbase nuk frymëzon Partia Demokratike, dhe Berisha i tha tjetha po tjetërson tha të vërtetën tha. Nuk ishte tubim, tha, ndërkohë nuk tha tubim. Ishte foltore tha. Do të thënë, nëse ky njeri ka arritur është bërë simetria e Ramës, që tallet pa e pas fare cip turp, se kë ka përballë. Na thirrin protest. Natyrisht, unë kam bërë thirrje mos shkoni në protest. E kam bërë studion tënde. Kam thënë, siç tha për zgjedhjet, nuk i bojkotuam zgjedhjet e pjesëve, nuk i bojkotuam, po s'morëm pjesë, edhe ju, mos e bojkotoni, po mos merrni pjesë. Sepse, edhe prapë kam thënë në studio, mos pjesëmarrja e demokratëve është protesta e opozitës ndaj Partisë Demokratike. Ajo pjesëmarrje e turpshme e atyre njerëzve atje, disa mund të jenë idealistë, po i pjesë janë sa në Pirës. Një pjesë janë njerëz të pashpresë, me deficienca, të cilët thonë po iku Berisha, për myset bota nuk lind dielli nesër. Ndërkohë, mira, qindra mijë opozitar dhe demokrat nuk shkojnë atë protest, sepse protestojnë ndaj asaj politike që bën Partia Demokratike. Këtë përshtypje kam për foltore. Okej, Altin, e ke ndjek pak a shumë dhe Unë kam një mesazh çfarë rrugdalje ka? Po pra, unë kam një mesazh për gjithë në këtë realitet ku ndodhemi përballë 2027 dhe 2029-s, shifrat reale të datave zgjedhjeve, për të botë që po ndryshon në mënyrë radikale, për këtë realitet të dhimbshëm të shpopullimit total të Shqipërisë, e vetmja mundësia është që të krijohet një forcë e re politike, e cila të jetë e djathtë konservatore, pjesë e linjës jo PP-ve që është PD-ja, po e linjës Patriotëve për Europën, pra një forcë e djathtë konservatore, me këto parimet e sovranizmit, euroskeptike, jo pro integrimit evropian e këtyre budalliqeve të tjera. Dhe unë do i bëja thirrje çdo kujt që na dëgjon në këtë moment, në 20 janar, Partia Aleanca Konservatore do që të bëjë një kongres dhe të formojë një federat grupesh, individësh në formën e Aleancës Konservatore për Shqipërinë me një kryetar zëdhënës, jo një kryetar për vërtetë, po zëdhënës, që të jetë një demokraci e gjerë, pjesëmarrje dhe përfaqësimi me fraksione, me grupe, me lëvizje, si e vetmja rrugë për të prodhuar një rezultat politik në Shqipëri të popullit të pakënaqur dhe pa përfaqësuar. Ka shumë demokratë që do i gënjejnë mendja se do ndodhi ndaj PD, i siguroj me 1.000.000%, mund ka dalë fjala për keq gjithmonë, edhe këtë herë do ndali, kjo parti çdo që të bëjë vetëm vegël e Edi Ramës. Edhe duke mos bërë asgjë, edhe duke bërë gjithçka, e gjitha
produkti i saj politik është favor të agjendës popullimit të Shqipërisë për shkak të mënyrës se si është strukturuar politika shqiptare dhe vetë Partia Demokratike nga brenda. Dhe unë i bëj thirrje ta braktisin atë parti dhe të vinë bëhen pjesë e një kongresi në 20 janar, që është dhe dita e kongresit Lushnjës, jo më kohë të zgjedhur, ku mbledhen shqiptarët për shpëtu vendin në një ditë më krisis kishte pa ndonjëherë Shqipëria në atë kohë. Kastriot, për ta mbyllur, ke një mesazh cilat mund të jetë rrugdalja në rast të opozitës. Rrugdalja gjithë secili duhet ta fillojë nga pragu i shtëpisë vet. Ashtu si çdo prit duhet mësoj të mbrojë fëmijët e vet nga trushplarja e agjendës gjinore apo nga agresionet e tjera që elita përmes qehajajve të saj në Shqipëri bën, edhe një ringritje e opozitës apo çdo lloj partie alternative në opozitë duhet të fillojë si lëvizje nga baza, nga prindi i shqetësuar, nga qytetarit i shqetësuar për familjen, për ngushtimin e lirive dhe të prosperitetit ekonomik të vetit. Nuk duhet të presim jo nga Trumpi që jo, po nga asnjë kryetar partie në Shqipëri, sepse e kanë treguar të gjithë veten. Në rastin e ligjit për barazinë gjinore, keni dëgjuar në kryetar partie të jetë kundër? Kështu që për mua kemi mbërritur në pikën që i gjithë sistemi duhet shembur, po kjo kërkon që të shohim njëri tjetrin në sy, të bëhemi bashkë dhe themi që nuk do ta trajtojmë njëri tjetrin, do të ndjekim këtë kauzë, pavarësisht ngjyrimeve, ato e ndarjet e majta e djathtë janë komplet një mashtrim që vetëm na pengojnë të bashkohemi, sepse kauzat i kemi, e drejta për vot, një sistem i ri zgjedhor, mbrojtje e fëmijëve, drejtësi që nuk e kemi, një sistem drejtësie që nuk e kemi dhe një pronë të sigurt që nuk e kemi. Boll me kaq edhe me demokraci të brendshme, çdo formacion u merr votat këtyre që kemi. Te Pelena, diçka? Po, deri këtu jam dhe unë ndaj me Kastrionin, mendoj se të matet në këtë do ishin pro një projekti që është, le themi, kundërshtë popullimit, që mbron familjen e tjerë, pra jo vetëm të djathtë. Pra krijohet ideja, domethënë këtu flitet për një popull opozitar, nuk është vetëm për opozitën politike zyrtare që njohim. Pra një popull opozitar që është në opozitë me këtë qeveri e cila vetëm vjedh kaq. Agjenda e saj vjedhi në mënyrë më ordinere. Mirë, ke diçka të fundit apo? Dua vetëm një gjë kam. I kam futur demokratët dhe opozitarët në kurthin e bashkimit, me gjithë respektin që kam, po bashkimi është në rol të vetë në mëngjes, në atë bashkim Hoxha flas. Qartë. Foltori është kthyer në alo bashkim. Vin njerëzit thonë unë s'kam marr ilaçe, unë s'kam çuar foltore. Nuk kemi hall në ilaçeve. Nuk kemi hallin e pensioneve. Kemi një hall politik. Ky vend dhe kam filluar, ne kemi artikuluar në këtë studio. Unë e kam thënë, Edi Rama është pushtues. Ka e kam marrë dhe opozita thotë është pushtues për ta djegur dhe për ta përdosur këtë fjalë. Se nëse është pushtues do të bëj thirrje të marrim armat. Se pushtues me vot nuk ka, nuk di bota, nuk po heq Zelenski me vot Putinin. Qofse e quan pushtues, qofse e quan argështet, bëj thirrje për armë. Jo për të presim nëse po i vjen fundi Edi Ramës, me Ramës ka zgjedhje, ne nuk kemi për formë tjetër, është duhet artikulim politik vlla. Kaq. Duhet ajo foltore për turp të vet të mbyllet dhe të kalojnë në fazë tjetër. S'ka gjë hahet me bukë në Shqipëri. Më mirë të vazhdoj që ta kuptojnë gjithë që nuk ka shku. Faktikisht. Por nëse duhet të ketë zhvillim, duhet të ketë artikulim politik. Nëse do vazhdohet kështu është tallje, po them e trash fare. Okej. Armir, falenderoj për këto mendime që na dhe natën e sotme dhe jam shumë i nderuar që të kam pjesë panelit her pas here. Jam unë i nderuar që na thirrë dhe që na hape këtë argument. Edhe të falenderoj edhe unë për mundësi që na dhe që të godasim partinë tatë. Ne goditëm këtë? Po, falenderoj që të goditët edhe ti Kastriot falenderoj që ishe pjesë e emisionit edhe Andi Tepelena gjithashtu. Besoj se nderuar miq kemi bërë diçka sonte. Në pjesën e parë dhe dytë folëm për një nga temat kryesore. Fakt nuk kam parë emisione për këtë, me të thënë drejtën, nuk e di pse s'ka bërë. As për të tretën s'ka parë emision. Jo, të tretën në këtë lloj forme nuk është fol ndonjëherë, me të thënë drejtën. I falenderoj të pranishmit që ishin me mua sonte. Duhet ju kujtoj që ky emision ritransmetohet nesër në orën 14:30 minuta, po ashtu dhe gjatë fundjavës. Nuk mbetet gjë tjetër veç se t'u lë takimin e radhës ditën e mërkurë në orën 20:00. Përpara se t'ju them natën e mirë, do doja t'i bëja thirrje qeverisë dhe Bashkisë Krujës
që t'i lidhin dritan dhe ujin pikërisht familjeve që kanë marrë shtëpitë nga tërmeti. Ka qenë tema e gjatave sonte. Okej, të falenderoj publikisht për këtë. Pra, keni parasysh diçka, i kanë futur nëpër shtëpia, një pjesë të tyre, se i pjesë tjetër, domethënë nuk i kanë përfituar akoma shtëpitë të tërmetit, sepse kanë ndërtu më pak shtëpi se që parashikohej dhe se që ka qenë nevoja, ose kanë shpërndar shtëpi tek patronazhistët, të cilët kanë përfituar shtëpi pa ju prish nga tërmeti, ndërkohë pjesa që ka hyrë brenda nëpër shtëpia më ka ka thënë që të them 3 momente. Momenti i parë, ça bie jashtë futet brenda, pra cilësia e punimeve është 0 dhe në shtëpitë e tyre ka shi brenda, jo lagështirë. Kujdes. Shi, siç bie shiu brenda është në shtëpitë e tyre. Momenti i dytë është nuk janë lidh dritat. Pra nuk kanë sahate për me lidh dritat dhe ata nga qefi të shkretët kanë ble qiri dhe rrin brenda me qiri. Dhe së treti kanë marrë dhe kova uji sepse nuk janë lidh sahatet e ujit. Pra unë nuk e di, në rast se Rama jeton këtë lloj forme, sigurisht që... Jo, ai ka qef të rrethë poshtë. Jo, e kuptoj pra, po bëhet fjalë për krujën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, njerëzit duhet trajtohen me dinjitet në 2025-ën. Sigurisht që këto ka pikpyetje shumë të mëdha për këtë çështje dhe unë do ta ndjek personalisht këtë çështje. Kështu që thirrja ime shkon për ju, lidhni dritat, lidhni ujin edhe bëni në isolet. Lidhni dhe kryetarin e bashkisë. Bëni në isolet. Kjo, më fal, se e mbylli tem po hap 100. Pse duhet vish ti, se ti ke edhe drita dhe ujin shpitate birë? Pse mor ata që ka tallë qeveria, që i dha çelësat e Tiranës 2024, që i dha çelësat për fushat tani, që do të u lidhim sot, i kanë futur në shtëpi, të dalim ato që rinë vend të ulen para bashkisë këta më vëlla, pse duhet vish ti përfaqësues? Pse pret shqiptari që ti përfaqësoj dikush në hall të vet më birë? Unë do të vjer mirë sepse kam dhe një patjetër kam mirë ke më edhe se jam nga ajo zonë, po sigurisht që kam dhe lloj detyrimi sepse ata njerëz më kanë votuar, nuk e kam iden konkretisht ata, po në atë zonë. Parmiri po thotë edhe ata kanë detyrime të bëjnë pjesë. Ata kanë detyrime personalisht. Ja kanë bërë thirrje, por se rrezik të pyesësh të thotë që nuk protestojnë. Siç e kemi bërë thirrje në fillim që mos i leni me qera, që se keni dhënë as bonusin e qeras 2 vite e gjys pa ja paguajt bonusin e qeras. Okej, i futet. Lidhni dritat dhe ujin. Është shumë e thjeshtë. Dhe ata që se kanë përfituar shtëpinë akoma, jepin edhe atyre shtëpinë. Pse po i mashtroni? Pse po i thoni dy ndërtojmë pallate etj etj. Ku janë pallate? Na kompensojnë edhe ne pronarët që na kanë marrë tokën për ndërtimet. Dua t'ju them natën e mirë.